Qumshti që duhej të shkonte në raftet e marketeve përfundoi në asfalt. Qindra litra o derdhen para Ministrisë së Bujqësisë të hënën në Prishtinë. Ky ishte mesazhi 10 fermerëve kosovar, të cilët thonë se nuk kanë më ku ta shesin prodhimin e tyre. Te vita i dorëzojnë çdo ditë 600-700 litra. Por si arriti industria e qumshtit deri në këtë pikë? Gjithçka nisi me dy korrik kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kreu një inspektim në fabrikën përpunuese Vita në Istog. Gjatë kontrollit u gjetën qumsht pluhur, proteina, qumshti, hir qumshti dhe vaj palme, ndërsa inspektorët morën mostra për analiza laboratorike. Kompania kundërshtoi inspektimin duke quajtur të palegjshëm dhe të motivuar politikisht dhe ndërpreu përkohësisht aktivitetin. Pasojat u ndjen më njëherë. Fermerët që furnizonin fabrikën mbeten pa mundësi për ta dorëzuar qumshtin e presket, i cili prishet brenda pak orësh. Tani ata kërkojnë publikimin sa më të shpejt të rezultateve të analizave laboratorike. Qumshtoria Vita na ka kurzuar përderisa nuk dalin rezultatet qumshtit se grumbullon. E aty është problemi, na po derrim qumsh çdo ditë po derrim. Domthon 3 ditë 3000 litra qumshti humbunin. Ndërsa priten rezultatet e analizave, Ministria e Bujqësisë ende nuk ka bërë të ditur se kur do të publikohen. Por debati për qumshtin nuk nisi me këtë inspektim. Që në prill, fermerët paralajmëruan se rreth 30% të qumshtit të prodhuar në Kosovë mbetej pa ushitur, duke akuzuar disa përpunues se po përdornin gjithnjë më shumë qumsht pluhur dhe vaj palme në vend të qumshtit të presket. Si reagimi, Ministria e Bujqësisë ndaloi përzierjen e qumshtit të presket me këta përbërës, vendosi akcizë për qumshtin pluhur dhe kërkoi etiketim më të qartë të produkteve. Disa fermerë megjithatë thonë se kjo nuk mjaftojnë dhe kërkojnë kontrolle në të gjitha fabrikat përpunuese. Për shkak se janë duke i shkaktuar dëm jashtëzakonisht të madhe të pariparueshëm industrisë së qumshtit dhe konsumatorit të Kosovës. Por a është ndaluar përdorimi i qumshtit pluhur dhe vajit të palmës? Jo. Ekspertët thonë se ato mund të përdoren në produkte të caktuara, por vetëm nëse deklarohen qartë në etiketë në mënyrë që konsumatori të di saktësisht se çfarë blen. Pra jo domethënësisht duhet si produkt vendor mi ofru çfarë dush produkti për konsumatorit të Kosovës. Duhet me pas cilësi, por edhe siguri. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë premton vazhdimin e kontrolleve dhe zero tolerancë për shkeljet. Por vetëm këtë vit në Kosovë janë importuar mbi 3 milion euro vaj palme dhe qumsht pluhur. Nëse kontrollet do sjellin ndonjë ndryshim në treg, mbetet të shihet në javët në vijim.